Si mendoni, pse Erion Velia u tërhoq nga vendimi i tij për delegimin e kompetencave për drejtimin e Bashkisë së Tiranës? Së pari duhet keni parasysh që zoti Velia fillimisht filloi me një sulm. Pas sulmit që bëri, jo ai kuptoi, por të tjerë kuptuan që atë duhet ta informonin se ai ka qenë i keq informuar, sepse mendonte se edhe brenda burgut është akoma kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ai ligjërisht është kryetari i Bashkisë së Tiranës, por juridikisht ai nuk mund të jetë vetë një person i cilit ndaj tij është marrë një masë sigurie, siç është ajo e arrestit në burg. Zoti Velia i duhet kuptonte që në fillimin e hetimit të tij duhet të kishte kujdes në deklaratat e tij juridiko-politike dhe mos të ngrinte tonin dhe zërin lart aq sa nuk deshte ndaj prokurorëve dhe ndaj gjykatësit. Dhe madje bërë një selektim të gabuar duke goditur Olsi Dadon dhe jo duke goditur bashkërisht dhe Altin Dumanin. Kjo ishte një gabim i cili nuk falet ndaj një person që ka një pushtet, gjithashtu është dhe një gabim ndaj një personi i cili ka kërkuar me çdo mjet të mundshëm që të arrestojnë politikanë dhe madje kundërshtarët e tij politik, duke i treguar që drejtësia jonë funksionon. Tani kur vjen flakat e ty, normalisht drejtësia nuk funksionon dhe që e ka Dado i keq, Dumani i mirë dhe dikush tjetër prap i keq. Pra, duke e konkluduar edhe këtë si rast, unë them që skenat që ju keni parë në Bashkinë e Tiranës duke u shkarkuar nën kryetarët, duke dhënë autorizime duke u tërhequr, janë skena të qarta që kuptohet që Bashkinë e Tiranës e ka Edi Rama dhe nuk e ka më Erion Veliaj. Erion Veliaj tani e tutje do jetë i vetëm, do jetë i jetim në betejën e tij juridike, sepse betejën e tij politike ja shkatroi ose më mirë ja mori sy për sy dhe në një konferencë të madhe me punëmarrësit e Bashkisë së Tiranës, kryetari i Partisë Socialiste, aktualisht kryeministri i vendit dhe madje në hije kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama. A mendoni se Erion Veliaj është kërcënuar, shantazhuar apo është ushtruar presion ndaj tij për të tërhequr nga ky vendim për delegimin e kompetencave për drejtimin e Bashkisë së Tiranës? Kur je në paraburgim dhe kur e din shumë mirë që drejtësia është në funksion të partisë kur ti ke qenë servil dhe shërbëtor i tmerrshëm, kur nuk e kuptoi qartësi se si funksionon kjo strukturë, thjesht u krenoje sepse edhe të tjerë u krenoni që kundërshtarët e tu politik u arrestonin, normalisht unë kuptoj që edhe me qëndrimin brenda në paraburgim duket qartazi që zoti Erion Veliaj veprimet që ai ka kryer dhe ato çfarë ai ka bërë dhe mënyra se si ka vepruar kanë qenë të gabuara dhe përveç kësaj kanë qenë veprime të cilat nuk japin asnjë frut të re përveç humbjes dhe përveç kundërshtarët më të mëdhej që është Ministria e Drejtësisë e cila monitoron burgjet. Si është e mundur që Erion Veliaj, një njeri që ka pasur pushtet, ka njohur dhe ligjin, të përdor sende të palishme në qeli? Ligjin nuk ka njohur asnjëri nga këta, nuk njeh ligjin. Po si është e mundur që të përdor sende të palishme në qeli dhe të flasë në mënyrë kaq të lirshme duke menduar se nuk do të përgjohet? Se smundja e tyre është kaq shumë e tmerrshme që ata mendojnë që duke mos njohur ligjin, ata mendojnë që kanë gjithçka në dorën e tyre, kanë pushtetin, kanë partinë dhe duke menduar se kanë partinë bëjnë gjithçka. Tani të japim një sqarim të qartë. Jo se do të thotë që zoti Veliaj që është në burg aktualisht partia nuk e mbron. Pjesërisht e mbron. Por, për shkak se zoti Veliaj bërë një konflikt me prokurorët, që prokurorët mund të jenë pjesë dhe të atashuar pranë Partisë Socialiste, sepse është shumë e qartë që prokuror si zoti Kraja ka qenë në kohën e komunizmit dhe ka qenë person që ka dënuar për shkak të partisë, persona të tjerë. Pra do të thotë që ata janë të atashuar në një farë mënyrë me Partinë Socialiste ose me Partinë Komuniste,
Por duhet keni parasysh diçka që Zoti Veliaj dhe jo vetëm Zoti Veliaj, dhe Taulant Balla, dhe Belinda Balluku, dhe Ahmetaj, dhe të tjerë, të cilët edhe Lefter Koka, edhe Alçi Bllako, edhe Vagjush Dako, edhe ai Goro, edhe njerëz të tjerë, edhe Ilir Meta, po do ta marrim, edhe Sali Berisha, nuk kanë menduar kurrë që janë të dobët në raport me drejtësinë. Dhe kjo nuk tregon që drejtësia është më e fortë ndaj tyre. Jo. Nuk kupton diçka tjetër që akoma nuk po e kuptojmë ne si shoqëri. Drejtësia funksionon momentalisht sepse është e urdhëruar politikisht të kryejë veprime. Dhe jo se ne kemi një drejtësi e cila është ajo drejtësi që do të sjellë të shqiptarët shpresë. Shpresa me burgaxhi nuk vjen kurrë, se burgaxhiu do qëndrojë aty, do dënohet dhe në fund fare ti nuk fiton asgjë. Përkundrazi, ti si drejtësi e re e fut dhe madje ditë për ditë ne nga taksat tonë pagojmë 50.000 lekë për çdo person. Por ti, në rast se ke drejtësi dhe don ta bësh funksionale, bëj kontabilitet pasurisë së tyre, se kuptohet qartë se kush ka vjedh, sepse këta kur nuk kanë njohuri të ligjit, kanë vjedh në mënyrë të babzitur. Dhe kur kanë vjedhur në këtë formë, ti vendos një kontabilitet aty, bëj një auditim, shifrat flasin vetë, nuk kanë nevojë shifra ti bësh shumë interpretime. 1+1, 2, mbaroj. Dyshin më arsyeto, ku e gjete, si e gjete në raporte me deklarimet që ke bërë nga dita kur je fut në politikë dhe në ditën që po del nga politika ose në ditën kur unë të kam marrë në hetim si spak. Kjo nuk kupton vetting, që mos ngatrohemi, mos më ngatroni me lushat. Por, unë dua të them diçka tjetër. Mënyra se si perceptohet te ne është sikur kemi një drejtësi të fortë që tani i merr gjithë këta dhe i fut brenda. Kjo nuk quhet drejtësi. Kjo quhet një presion i qartë kundër çdo personit që kërkon në një formë apo një formë tjetër të marrë pushtetin e kryeministrit. Pra, ata që mendojnë që Zoti Dumani punon që të japi Shqipërisë një mesazh që ne i fusim të gjithë këta brenda dhe çuditërisht po lejmë dikët jashtë që është shoqëruar dhe bashkëshoqëruar me këta të tjerët, është thjesht sa për të mbushur statistikat. Sepse ju duhet ta dini shumë mirë sa ish prokuror janë atashuar pranë Partisë Socialiste me mbarimin e mandatit të tyre të prokurorëve, ose kanë ikur nga profesioni prokurorëve dhe janë bërë politikan. Ju duhet ta dini shumë mirë sa antar të KLP-s, KLG-s, KPA-s, KPPA-s, që ishin këto të pavarur që do na bënin filtrimin e tyre, janë atashuar pranë Partisë Socialiste kandidat dhe përveç kësaj kanë ikur në institucionet e pushtetit ekzekutiv dhe jo gjyqësor.